Këshilli Bashkiak Shkodër ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku miratuan 10 projekt vendime. Ndër më të rëndësishmit ishte projekt vendimi për parkimet me pagesë në Shirok dhe Velipoj. Në Shirok janë të përcaktuar sikur në bazë plan vendosjes që ju kena paraqit, vend parkimi numër 1, ai aktuali që është në qendër në hyrje të Shirokës, dhe vend parkimi numër 2, që është një sipërfaqe përftuar nga shpërndësimet. Ndërsa në territorin e Velipojs janë 2 vend parkimet që janë në fillim dhe në përfundim të zonës të sheshit. Ndërkohë, ky projekt vendim u kundërshtua nga këshilltarët e Partisë Demokratike. Ju mendoni ndonjëherë edhe për të mirën e qytetarëve, po jo më i fut vetëm dorën xhep taksa, pagesa, dhe ku po shkojnë këto taksat e tyne se i fol me ma përpara? Aty janë vendet, nuk ka zhbën në mishmash aty në për ato parkingja, as në Velipoj, as në Shirok. Një pikë tjetër që ngjalli diskutimi ishte ajo për miratimin e rrjetit të transportit qytetas dhe ndërqytetas. Këtyre 3 linja, pra të gjitha linjat si e Velipojs, si e Ansmalit, e Daqit dhe Trushit, të nisin tek njëjtin vend në fund të bulevardit Bujar Bishanaku. Përsa i përket linjave të tjera që lidhin Shkodër me pjesën e rrethinave të njësisë Postrivës dhe të Sharcës dhe Shoqit, nuk ka ndryshim. Vendqëllimi i tyre është tek sheshi tek spitali rajonal Shkodër. Kjo pikë u kundërshtua nga këshilltarët e PD dhe PSD. Qarku Shkodrës ka shumë vite që dinë se ku është ai vend parking, vend qendrim për rrugën e Velipojs dhe me largimin nga ajo pikë strategjike mund ta quaj, interesat e qytetarëve me gjitha. Kur thoni në fund të bulevardit Bujar Bishanaku, ne e dim domethënë se fundi i bulevardit Bujar Bishanaku është në Kiras. Pra duhet më e përcaktuar dhe mandej nuk keni menduar ndoshta edhe për turistat për shembull që vinë, ku dinë ata të shkojnë deri në Kiras për me marr autobusin në këtë rast për me shku në këtë zona.